Kjo është në një farë mënyrë edhe një lloj sfide personale, se dhe mua nuk më ka kursyer zotëria kur kam qenë në parlament, tani ta shohim se si i bën gjërat për cilat nuk na kalojnë gjë pa thënë ne. Ta mbash me shëndet përgjegjësinë edhe tani ka ndryshuar rolet. Që një demokrat për 20 vitesh politik në një llogore tjetër që ju e thatë me të drejtë, kritikuar, gjujtur me gur shtëpisë apo qeverisë tuaj, por diferenca qëndron në një moment të cilës shtelpsor dhe nuk kam turp ta them që aty ku unë kam kontribuar, kam dhënë për 20 vite, kam fituar gara të pamagjinueshme, gjithmonë personale, po flasim, dhe garën e fundit që deli pari dhe të hedhin në rrugë,